Në shkollën e tyre të qetë fillimisht ndodhi një ndarje e thjeshtë, një kërkesë e vogël para zbulimit të një hendeku të madh mes prindërve. Disa qeshnin, duke menduar se kjo ishte detyra e tyre, disa qanin në heshtje, duke u ndjerë të lënë pas. Por asnjëri nuk e priste atë që do të vinte. Një baba i heshtur vendosi të jep një mësim, jo me fjalë, por me vepra, një mësim që fëmijët e tyre nuk do ta haronin kurrë. Shikoni se si një akt i papritur i ktheu rolet duke sjell lot në syt atyre që e filluan gjithë këtë. Në një shkollë të zakonshme të mesme, numër 17 në periferi të qytetit, jeta rrithte qetësisht. Fëmijët vraponin nëpër korridore, mësuesit përgatiteshin për mësime dhe prindërit mblidheshin her pas her në zyrën e ngushtë për takime. Në klasën e tretë një takim tjetër po afrohej. Në mbrëmje në fund të javës së punës, nënat dhe baballarët e lodhur u drejtuan për në shkollë. Shumë prej tyre ndaluan menjëherë pas turneve të tyre, disa me uniformat e shitësve, disa me veshje pune, të tjerët me erën e kafes së sa po bërë nga puna në një kafene. Shpresoj të mos gjas shumë sot, i përshpëritën njëra tjetrës disa nëna, ndërsa u vendosën në kariket e vogla të fëmijëve. Dhoma ku ndërmonte erë shkumësi dhe letra. Në mure ishin varur vizatimet të nxënësve, shtëpi të ndriçme, qenë, dielli. Fëmijët vizatuan momente të lumtura, por të rriturit ishin në një humor shumë më serioz. Mësuesja e klasës, Marina Sergejevna, një grua energjike rreth të 30-tave, doli para prindërve me një fletore në dorë dhe tha: "Të dashur nëna dhe baballar, kam një propozim të rëndësishëm. Bankat tona janë tashmë të vjetra. Disa lëkundën dhe boja po qërohet. Mendoj se duhet të mbledhim para për të reja." E para që theu heshtjen ishte një nënë e re me emrin Viktoria. Ajo gjithmonë merrte pjesë në takimet e veshur shkëlqyeshëm, buskuq i ndezur, flokë të stiluara në mënyrë perfekte, një çantë e shtrenjtë. "Sigurisht, Marina Sergejevna", thiri ajo, "fëmijët tanë duhet të mësojnë në kushte të duhura." Shoqja e saj Alina me njërë shtoi: "Jam plotësisht dakord. Bankat e vjetra janë një gjë e së kaluarës. Le të kemi banka moderne dhe të rehatshme." Dhe një tjetër nën, Svetlana, i mbështeti ato: "Fëmijët tanë nuk meritojnë asgjë tjetër veç më të mirën." Disa prindër thjesht tundën kokën, por jo të gjithë. "Më falni", ngriti qetësisht dorën Natalia, një grua e qetë, modeste me sy të lodhur. "Ne do të donim shumë, por aktualisht po përballemi me vështirësi." "Buri im u pushua nga puna. Mezi kemi mundësi për ushqim dhe veshmbathje. Bankat e vjetra ende mund të përdoren. Thjesht le t'i lyejmë." "Edhe ne po ashtu", shtoi Tatjana. "Kam 3 fëmijë. Shpenzimet shtesë janë thjesht të padurueshme tani." Dhe folën edhe disa prindër të tjerë. Në fund, 7 familje pranuan se nuk mund të kontribuonin me një shumë të madhe. Një heshtje e rënd përfshiu klasën. Në ato moment një burr rreth të 40-tave ngriti kokën nga fundi i klasës. Ishte Andrej. Zakonisht gruaja e tij merrte pjesë në takime, por sot kishte ardhur vetë, i qetë, i rezervuar. Ai dëgjoi në heshtje derisa tha: "Çfarë nëse bëjmë kështu? Ata që mund të kontribuojnë pak më shumë, atëherë do të ketë mjaftueshëm për banka identike për të gjithë fëmijët." Është e rëndësishme që askush të mos ndihet inferior ndaj të tjerëve. Viktoria rrotulloi syt dhe tha: "Andrej, pse ti komplikojmë gjërat? Ne paguajmë për fëmijët tanë. Nëse dikush nuk mundet, ky është problemi i tyre." "Pikërisht", e mbështeti Alina. "Nëse doni kushte të duhura, kërkoni një punë të dytë. Fëmijët tanë nuk duhet të ulen në banka të vjetra vetëm sepse dikush nuk mund të menaxhojë." Disa prindër shkëmbyen shikime të sikletshme. Marina Sergejevna u vret për heshti. Të argumentoje me nënat aktive ishte e kotë. Një javë më vonë banka të reja u dorëzuan në klasë, të bukura, të shkëlqyeshme, të ndriçme, por ishin më pak se sa nevojitej. Ato u vendosën në rreshtat e parë si një ekspozitë. Fëmijët e Viktorias, Alinas, Svetlanës dhe disa nënave të tjera u ulën pas tyre. "Birim, buzëqeshi", ciceroi Viktoria, duke bërë një foto me telefonin e saj. "Do t'i tregojmë gjyshesh si duket banka jote e re." Fëmijët nga këndi i varfër shikonin në heshtje fatlum e të rinj. Disa kishin lot në sy. Midis tyre ishte Sasha, djali i Natalias.
Në mbrëmje ai pyeti nënën e tij: "Mami, pse ne nuk kemi një bankë të re?" Natalia psheretyu rënd dhe i përktheli kokën. "Më vjen keq biri im, një ditë do të blejmë edhe ne." Andrej kishte heshtur gjatë gjithë kësaj kohe. Ai nuk ndërhyri më gjatë takimit, por ai po vëzhgonte me kujdes. Dhe pastaj 2 ditë mbas mësimeve, një kamion briti sërish në shkollë. Punëtorët sollën edhe të 8 banka të tjera të reja për klasën, por këtë herë ato ishin edhe më të mira sa të mëparshmet, me karrige të rehatshme, vende për libra, veshje moderne. Fëmijët gulshuan. Mësuesja ngriti vetullat e habitur. "Çfarë është kjo?" thiri Alina e indinjuar. "Kjo është për fëmijët e tjerë," tha Andrej me qetësi, duke hyrë menjëherë pas punëtorëve. "Ky është një provokim," bërtiti Viktoria. "Tani fëmijët tan ulen më keq se të tjerët." "E çuditshme," qeshi Andrej. "A nuk thatë ju se nuk ka rëndësi nëse disa fëmijë ulen më mirë e të tjerët më keq? Po tani gjithçka është sipas fjalëve tuaja, vetëm e kundërta." Nënat filluan të bënin zhurmë, duke u ankuar për diskriminimin, por Andrej thjesht ngriti supet. "Dallimi është se unë i bleva këto banka jo për foto, por për të siguruar që fjalët tuaja të mos i bënin të pakënaqur fëmijët e tjerë." Mësuesi e klasës luftoi për të mbajtur lotët. Ajo e kuptoi se ky burr i qetë sapo u kishte dhënë të gjithëve një mësim shumë të rëndësishëm sa matematika apo letërsia. Dhe fëmijët, ata shpejt e gjetën gjuhën e përbashkët. Gjatë pushimit ata u grumbulluan rreth bankave të reja, duke ekzaminuar sirtarët që tërhiqeshin dhe duke prekur sipërfaqen. "Wow, shiko, mund të vendosësh fletoret këtu," thiri Sasha. "Dhe karrigja është e butë," kërceu me gëzim shoku i tij Dima. Fëmijët nga grupi i parë i bankave u ulën menjëherë. Alex, djali i Viktorias, kishte një fytyrë të vrenjtur. "Tani bankat tuaja janë më të mira se tonat," murmuriti ai. Sasha e shikoi dhe pas një pauze u përgjigj. "Por kjo nuk ka rëndësi. Të gjithë jemi në të njëjtën klasë, duke mësuar së bashku. Gjëja kryesore është se tani askush nuk është ulur në cep." Fëmijët shkëmbyen shikime, edhe Alex, megjithëse i vërejtur, pranoi qetësisht. Po, bashkë është më mirë." Në mbrëmje Natalia mori djalin e saj nga shkolla. Sasha po kërciste me këmbë, buzëqeshte dhe tregonte me zjarr histori për bankat e reja. "Mami, a e di çfarë kuptova?" tha ai papritur seriozisht. "Është më mirë kur të gjithë kanë të njëjtën gjë. Atëherë askush nuk është i trishtuar." Natalia i përqafoi rreth shpatullave dhe shtrëngoi më fort. Ajo kuptoi se djali i saj kishte mësuar një mësim më të rëndësishëm se çdo lëndë shkollore. Në dhomën e mësuesve, Marina Sergejevna u ul në heshtje për një kohë të gjatë, duke shfletuar letrat. Në mendjen e saj kumbonin fjalët e Andrit. "Dallimi është se unë i bleva këto banka jo për foto, por në mënyrë që fjalët tuaja të mos i bën të pakënaqur fëmijët e njerëzve të tjerë." Ajo e dinte se fëmijët nuk do të mbanin mend vetë bankat. Ata do të mbanin mend shembullin e një të rrituri që tregoi se mirësia e vërtet nuk kërkon duartrokitje. Ky rrëfim na tregon se vlerat e vërteta nuk maten me çmimin e një banke, por me humanizmin dhe ndjeshmërinë që tregojmë ndaj njëri tjetrit. Andrej, pa bërë zhurmë, u dha një mësim të vlefshëm të gjithë prindërve se mirësia nuk kërkon duartrokitje, por vetëm zemër. Fëmijët me mençurinë e tyre kuptuan se nuk ka rëndësi se cili qëndron në bankën më të re, por që të gjithë janë të barabartë dhe ulen bashkë. Tani ju ftojmë të reflektoni. A do të kishit vepruar si Andrej në këtë situatë? Cili ishte momenti që ju preku më shumë dhe çfarë do të thotë për ju barazi në mjedisin shkollor? Na tregoni mendimet tuaja në komente.